Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Me të zbritur nga bordi i anijës që mbante mbishkrimin LSE, pasi ka udhëtuar nga kush e diku në aeroplanin Lolita Express, cila do nga viktimat e financierit amerikan i dënuar për pedofili Jeffrey Epstein, tashmë ka arritur në ishullin e tij privat. Shpesh, rrethuar nga njerëzit më të pushtetshëm të botës, brenda ishullit me shenjë ndalohet hyrja, viktima tashmë është izoluar nga çdo element jashtë kësaj toke 72 hektarëshe dhe shndruar në asgjë më shumë se vegla e tyre për abuzim seksual. Por kush është Jeffrey Epstein, të bëmat e cilit të rënditën botën? Epstein ishte fëmia i parë i Paula dhe Seymour Epstein, një familje mesme amerikane imigrantësh hebrej. Jeffrey u dallua si student që shkëlqente në matematik. Ai u regjistrua në shkollën e mesme Lafayette në Brooklyn dhe më pas u regjistrua në kolegjin Cooper Union për të transferuar më pas në New York University, pa arritur të përfundoj studimet. Në fund të viteve 70, pas një karriere të shkurtër si profesor fizike pa diplom, hyri në botën e financave. Ai ushqua si punëtor i Bear Stearns, kompanisë së njohur bankare të investimeve, duke u botuar edhe si beqari i muajit në gazetën Cosmopolitan për korrikun e 1980-s. Vetëm një vit pas, Epstein ishte larguar nga Bear Stearns për shkelje të rregullave të kompanisë. Ai u bë bounty hunter, një profesion që kthente paratë e vjedhura të megamiliarderëve. Deri në vitin 1984 u bë milioner. Në vitin 1987 ai u bë pjesë e bordit të Akademisë së Shkencave të New Yorkut, e në vitin 1988 ai themeloi kompaninë J. Epstein & Company, një biznes që ofronte shërbime të menaxhimit pasurisë për individ me pasuri mbi $1 miliard. Në të 90-tat, edhe pse nuk dihet saktësisht se si u rrit pasuria e tij, Epstein kaloi aktivitetin në ishullin famkeq Little St. James, parajsën fiskale të Amerikës. Gjatë kësaj kohe, Epstein kishte blerë edhe prona të tjera. Ai kishte në pronësi shtëpinë më të madhe në Manhattan, një pronë multimilionshë në Palm Beach, një apartament në Paris e një vilë tjetër private në New Mexico. Kjo është edhe periudha kur Epstein filloi të shoqërojë me më të pasurit dhe të pushtetshmit e SBA-s. Përgjatë viteve, ai u bë i afërt me Michael Jackson, Bill Gates, Noam Chomsky e princin Andrew të Britanisë. Lidhjet më të fuqishme që Epstein kishte ndërtuar ishin padyshim ato me dy presidentët amerikanë, Bill Clinton dhe Donald Trump. Në një artikull të New York Magazine të vitit 2002, Trump thoshte: "E njoh Jeff, tash e 15 vite. Është një djalë i mrekullueshëm. Thuhet se ai pëlqen gratë e bukura një lloj si unë, dhe shumë prej tyre janë më të reja." Kur lindën akuzat e para për krime seksuale ndaj Epstein. Në vitin 2005, policia e Palm Beach u njoftua nga një grua se vajza e burrit të saj u dhunua seksualisht nga një njeri i pasur me emrin Jeff. Byroja Federale e Hetimeve, FBI, u përfshi menjëherë. Akuzat e reja dolën në pa, derisa atë botë prokurori i SBA-s për Florida, Alexander Acosta, filloi përpilimin në një rasti kriminal. Numri i viktimave të pretenduara shkoi në 40. Në vitin 2008, Qeveria Federale finalizoi një marrëveshje për pranim të fajësisë. Epstein nuk u akuzua për krime federale, por u deklarua fajtor për 2 akuza: nxitje të prostitucionit dhe nxitje të miturave për prostitucion. Ai mbajti 13 muaj burg, me një klauzol që i lejonte qëndrim në zyrën e tij në Palm Beach për 6 ditë të javës. Përveç saj, ai u regjistrua si shkelës seksual në shtetin e Floridas. 10 vite më pas, gazetarja e Miami Herald, Julie K. Brown, identifikoi rreth 80 viktima të abuzimit seksual nga Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij. Në vitin 2019 u hap një rastëri penal. Hetimet zbuluan keqpërdorimin e vajzave të mitura, kryesisht mes moshës 11-14 vjeç, dhe ndaja të ndryshme private me njerëz të fuqishëm që Epstein organizonte bashkë me dikur të dashurin e tij, Ghislaine Maxwell, në ishullin e tij pranë Virgin Islands. Në korrekt të njëjtit vit, Epstein u arrestua në një aeroport të New Jersey dhe vetëm një muaj pas, ai u gjet pa shenja jete në qelinë e tij në New York. Pas vdekjes, lindën konspiracione se Epstein ishte vrarë, pasi mbante një listë klientësh të ishullit të tij. Kështu, publikimi të ashtuquajturave dosjet Epstein, dokumentet nga hetimet e tij, u bë një nga temat kryesore të debatit për zgjedhjet presidenciale të 2024-s në SBA. Pas fitores, Trump u duk disi hezitues për publikimin e tyre. Por, në nëntor të vitit të kaluar ai propozoi një ligj në Kongres për qitje në sipërfaqe të dokumenteve të shumë kërkuara. Ligji, që hyri në fuqi me 19 nëntor,
Detyronte publikimin e të gjitha dokumenteve deri më 19 dhjetor, një muaj pas. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk publikoi dokumentet në datën e paraparë. Ata publikuan dokumentet në disa faza, me publikimin më të madh që ndodhi më 30 janar të këtij viti, kur dolën në publik plot 3 milion faqe, 2000 video dhe 180.000 foto, në të cilat përfshihen personalitete nga pothuajse e gjithë bota.